Përshëndetje, në këtë muaj, kur lufta në Iran shkaktoi rritje të vërueshme të çmimit të naftës dhe kur çdo anije tregtare po llogarit kosto shtesë të kalimit nëpërmjet rrugëve të tjera tetare, njerëzit po mendojnë për një pyetje: ku qëndron shpresa për të mbrojtur interesat të përbashkët të njerëzimit? Përgjigja mund të jenë në Boao, një qytet në Kinë. Sot në provincën Hainan të Kinës Jugore u hap konferenca vjetore e forumit të Boaos për Azinë 2026. Forumi është një organizatë ndërkombëtare jo qeveritare me seli në Kinë e iniciuar bashkërisht nga 29 vende anëtare. Ky vit shënon 25 vjetorin e këtij forumi, ku mblidhen udhëheqës politik, trajtues biznesi dhe akademik nga 10 vende të rajone për të diskutuar gjetjen e mundësive të zhvillimit dhe eksplorimin e potencialit të bashkëpunimit. Edhe pse qëllimi fillestar i krijimit të forumit ishte nxitja e integrimi ekonomik aziatik, në fakt me fuqizimin e ekonomive të Azisë dhe të Jugut global, rëndësia e forumit e ka tejkaluar shumë fushë veprimin aziatik. Së pari, forumi Boaos po bëhet një amortizues gjeopolitik. Përveç eksplorimit të ndërtimit të një ekonomie rajonale të hapur, të qëndrueshme dhe përfshirëse, takimi si vjetshëm do të përqendrohet gjithashtu në tema si roli i Jugut global në përmirësimin e qeverisjes ekonomike globale, peizazhi i ri tregtar global në ndikimin e luftrave tarifore, fuqizimi digjital i industrisë, zbatimi objektivave të zhvillimit të vazhdueshëm dhe veprimi për të përshpejtuar transformimin e gjerpër. Sigurisht që këto tema i kanë tejkaluar çështjet aziatike duke prekur zhvillimi global. Në një kohë plot konflikte dhe paqëndrueshmërinë, forumi Boaos po ofron një platformë për dialog, duke ndihmuar në zbutjen e konfrontimit dhe duke i shtuar qëndrueshmërinë e vyer ekonomisë globale në gjendje të trazuar. Së dyti, forumi Boaos po bëhet një spirancë për stabilizimin e zinxhirit global të furnizimit. Për shembull, në janar të këtij viti, nëpërmjet forumit të Boaos, 26 të gjigantët të porteve dhe transportit tetar publikuan një deklaratë që krijoi johon të madhe në të gjithë industrinë globale të transportit tetar. Ata u zotuan së bashku të konsolidojnë funksionimin e mbar të sistemit global të logjistikës tregtare nëpërmjet të koordinimit të institucionalizuar të një rrjeti botëror të zinxhirit të furnizimit. Sipas këtij mekanizmi, mallrat që nisën nga portet e Kinës mund të arrijnë në bregun perëndimor të SBA-s brenda 10 ditëve dhe në portet kryesore evropiane si ato në Hollandë, Gjermani, Britani dhe Francë brenda 12 ditëve, duke kursyer mesatarisht 2 ditë. Në bazë të risive teknologjike, një kompani që transporton 1 milion kontejnerë standard mund të kursejnë mbi $30 milion në vit. Është e dukshme se Evropa, si një ekonomi e madhe globale integruar thellësisht në zinxhirit global industrial dhe furnizimit, do të përfitojë më shumë nga bashkëpunimi me Kinën dhe vendet aziatike. Së treti, forumi Boaos po bëhet një ndërtues i qeverisjes globale ekonomike tregtare. Me paralizimin e funksionimin të mekanizmit të apelit të Organizatës Botërore të Tregtisë dhe unilateralizmin e proteksionizmin në përhapjen e sipër, rendi i bazuar në rregulla të cilit Evropa i përmbahet prej kohësh po lëkundet. Shumë pjesëmarrës evropianë në forumin e Boaos u shprehën se Kina dhe Evropa duhet të forcojnë bashkëpunimin dhe në qeverisjen globale ekonomike tregtare, të dy palët duhet të jenë partnere, jo konkurrente. Për shembull, përpallë politikës tarifore të SBA-s, ish ministri italian i ekonomisë dhe financave Giovanni Tria bëri thirrje për aktivizimin e miratimit të marrëveshjes së gjithëpërfshirëse të investimeve Kinë-BE, duke argumentuar se Evropa ka nevojë për tregti të lirë që përfshin mallrat, shërbimet, teknologjinë dhe kërkimet shkencore. Lidhur me qeverisjen ekonomike globale, ai theksoi se Evropa dhe Kina duhet të negociojnë me SBA-n dhe të tre palët të arrijnë në një marrëveshje të re globale që mbullon tregtinë, investimet dhe sistemin monetar. Të dashur miq, bota në vitin 2026 po ndodhet në udhë kryq.
A do t'i rikthehet ligjit të xhungullës, apo do të bashkohet për të ecur drejt një të ardhmeje të përbashkët? Përgjigjja e Kinës është të krijojmë mundësi zhvillimi nëpërmjet bashkëpunimit dhe të rikthejmë besimin nëpërmjet dialogut. Çfarë po prisni? E jani me ne.